Si e përjetoni faktin, një doktor shqiptar, kardiolog, në nivellet të këtij bashkëpunimi me institucione amerikane? Po, jena praktikë private, kena 3 klinika dhe bëjmë procedura në 2 spitale. Si ndihesh? Me thonë drejten, unë jam shumë krenar për IKV, e rranjë shqiptare. Jam bëllë 18 vjeç në Shqipëri. E gjdo histori suksesit shqiptarëve, në gjdo fushë që ato bajnë, më bëhet zemra mal. Natyrisht që edhe kur e shoh rrugtimin tem, njem shumë i përmushën, e krenar për rrugtimin që kam bë, edhe në pikën që kam arrit, por edhe shumë i përgjeshëm me kam në tokë. Se kena i shprehjen edhe mos tip vetin qef. Vetë profesioni është që duhet me keni përvojt. Por fakti që arrin në nivellit e kardiologjisë që procedurat që unë baje një fushë shumë kompetitive, normalisht ban mu një mirë. E të shtyn që me vazhdu për herë me u përmirësu. Për herë mund është me mësu çdo ditë, edhe unë e mësoj. Edhe doktorët e ri që mësoj, i thëmë atyne, unë bolë ju mësoj ju, po ju mësoni mu. Është një diçka shumë dinamike, por si shtash edhe herë, njem shumë krenar me rrugtimin tem, me thonë drejten. Edhe jam shumë mirë njohës, por si shtash edhe herë i vetëdijshëm se sa i vështirë është kënë udhëtimi e vazhdoj e rri me kam tokë, se ashtu është kënë formimi jem, edhe nga ona e familjes, edhe kur arrin gjonat me mund, si kur i shijon ma shumë. Si e mendon doktor Gjekaj bashkëpunimi me komunitetin shqiptar? Na si familje jena të lidhur me komunitetin shqiptar, se sidomos nëpërmjet të famullisë Kishën Pale, që është nuk është vetëm një institucion fetar, të paktën në mënyra se si e shohon. Është një bashkim për ton shqiptarët. Kulturet, edhe vajzën e madhe e kam në përmjet Kish me kësimet në Oren, edhe kur ishte ky festivali shqiptarëve që ka me vite që bëhet, e hapen edhe ishte i diçka jashtëzakonshme me pa vajzën teme 6 vjeçë i gjys me xhublet, edhe ton ata 3 që kanë linë këtu, me kostumet shqiptare, që flasin shqip, që kthejnë shqip, bashkë me të u bë zemra mal. So, ma që kosa kam mundohen me u përfshi, me të thonë drejten, edhe ka ona, si të thash, sociale, po edhe nga ona profesionale. Kam shumë pacienta shqiptarë që vinë, më shohin qoftë edhe për një opinion dytë, si me thonë, se e kanë qef atë shpjegimin që mund është me allon gjuhën e tyre, si të mos të moshat pak të thyme, pak të avancume. Unë jam me të vërtet shumë bezi, jam me fat, mos më keq kupto, por dera e ma është kene, do t'jetë e hapun për çdo kanë që ka nevoj për mu. Uroj që rrugtimi jem, kjo intervjis që bashkë po bajnë, t'i shërbej edhe brezeve 3 që me punë e sakrifice, me përvojtni, mund është me arrit qatë dush ti me bo. Se unë këtë kam dasht me bo, po nuk është të thonë t'jesh vetë në fushë mjekësisë, ka dhe fushat tjera. Është e mirë me nda historitë e suksesit, e të falënëroj shumë ka ona jeme, edhe unë mundohem me të njek, edhe me emision dhe me intervistat që ti banë për tana fushat e promovon për herë sidomos historitë shqiptare të suksesit. A i diqa shumë e mirë për mu frymëzu për brezet të rej. Kam një pyetje për rinin, ju thatë pak, po do të duam pak më shumë për rinin. Të japësh më shumë këshilla edhe eksperiencën tuaj. Cilat janë klinikat tuaja? Mund t'i thuash ashtu si ju keni dëshirë për t'i sjellë për komunitetin, pasi po flasim se jeni kardiolog, po flasim se jeni një suksesshëm, por ku ndodhen ato dhe cilat janë institucionet që ju punoni? Të gjitha.
Na jena praktik multidisciplinare private. Pra kena kardiolog, kena pneumolog, kena mjekësi të mrenshme, si praktik. Kena rreth 35 mjek. Ku ndodhen këto? 3 klinika që kena aplikojmë kardiologjin, është klinika kryesore në Bloomfield Hills, në Clarkston, edhe në Commerce Township. Pra, në këto se cila shkoj nga i ditë. 2 ditë se cila i gjysë ditët e tjera. Pjesën tjetër jam në spital me ndërhymje. Këto janë që unë shoh pacientat ambulator, do me thonë pacientat që të vinë me ankesat e tyne, nëse kanë nevojë për ndonjë gjë, e ti kontrollon, nëse kanë nevojë për procedura, varet e cili ofisi shoh, i baj procedurat e spitalet për kace që janë më afër. Në DMC Huron Valley është ajo për Commerce, edhe në Trinity Health Oakland është për 2 ofiset e tjera. Faleminderit doktor, me shpresë që një ditë do të keni juve klinikën tuaj, gjekaj ose një emër tjetër. Klinika e kena bashk, jam bashk. E di se e bashk, po them ta kesh me vete. Jo, as nuk du me e bën vete, po të them arsyen sepse në zanatin që unë ushtroj, nuk mundesh me kenë solo, nuk mundesh me e bë vetëm. Se për shembull, na jena 5 kolegë që bëjmë të njëjtat gjëra që bëj unë. Edhe nëse se i për shembull të pa pacienta në ofis, se dikush vjen në spital me infarkt, ti nuk mundesh me lëshu çdo gjë me shkuar se ti të pa pacientat. Pra na mulojmë njëri tjetrin, si më thon. Sikur të ishte kardiologji klinike, patjetër, nuk është e vështirë në këtë pikë me e bën, është diçka krejt e mundshme. Por në praktikën në cilën unë jam sot, edhe bile tashi ka pak muaj se është ti e din kur bëhesh pjesëtar një praktikë, unë 3 vjet e gjysmë ka që erdha në Michigan, të merr për më bën partner, si më thonë, unë u bashkova me praktikën që tani kam që unë njoh me kohë për me arrit te partnershipi, so mu bën të njëjtë me ata që janë tash 20-30 vjet që e kanë praktikën e vet. Prandaj unë jam në këtë pikë jam njësoj si ata që e kanë themelu praktikën, pra jena njësoj. Ka një board secili ka rancinë e vet një lloj në këtë pikë. Për shumë faleminderit, doktor. 2 këshilla sugjerime që mund t'ju japësh shikuesve tanë. Njëra është për të rinj dhe njëra është për kujdesin për zemrën. Mund të bëni këtë doni, si të doni, kamera është për juve. Si që thamë edhe pak më parë, smunjet kardiovaskulare janë smunja dominante, sidomos në vendin që jetojmë, për vdekshmëri ose për morbiditet. E mira është mu kontrollu te mjeku i familjes çdo vit, edhe në qoftë se keni histori familjare, faktor rrezikut, edhe keni probleme me zemrën, patjetër sa më parë, dera eme ka me keni hapun për ton, e do t'ju shërbej me përvojtnie, siç u thash edhe më parë, sikur t'jeni pjesë e familjes. Për brezet e reja që duhen me kap ëndrrën e tyne, me njek ëndrrën e tyne, ju këshilloj të besonin vetvete, të punoni fort. Suksesi nuk vjen mrena natës, as nuk ka ascensor që çon drejt suksesit. Duhet me i marr ato shkollat një ka një, koha kalon, por duhet me kenë konstant, me punë, se kemi gjetë vjetin në ato majat shumë shpejt. Edhe kur t'i arrish majat, mundoj me i ndryshu jetën jo vetëm pacientëve tu, por edhe njerëz rreth vetes. Të rinj që mund drejtohen për i këshill, për një sugjerim, edhe për herë mos harroni se prej ka vini, e mos harroni kush ka një ku në rrugtimin tuaj, familje, miq, për herë jeni falënderues. Kisha me thonë janë të mjaftueshme. Doktor Gjekaj, të falenderoj shumë për gjithë informacionin sot, po ju falenderoj së pari për sukseset që keni arritur. Dhe padyshim është një sukses jo vetëm personal, por është një sukses që juve keni vënë dhe vazhdoni ta vini në shërbim të shqiptaro-amerikanëve, dhe të falenderoj dhe në emër tyre, pasi
ju keni arritur sukses në planin privat, po kur ata e bën pjesë të komunitetit, jeni një vlerë e shtuar, jeni një sukses për komunitetin, jeni një njeri i veçantë. Edhe unë të falenderoj direkt të në emër të stafit të Televizorit Shqiptar të Amerikës, falenderoj prindit tuaj që ju kanë edukuar dhe me rastin që mësova se ju bashkëjetoni me prindrit, jeni një shembull jashtëzakonisht i rrallë, jo vetëm shëndetësor, por edhe njerëzor. E të falenderoj, Zoti ta shpërbleft në fëmijët edhe në brezat që vinë. Shumë faleminderit juve. Është për herë kënaqësi me bisedu me ju. Me thonë drejtën nuk jam më shumë i punë se sa i bisedave, por si thash edhe është për herë kënaqësi me ardhe me bisedu me ju gjinë komunitetin në cilin na jetojmë, siç e keni bërë ju vetë për 7 vite tash me radhë. Sot falenderoj edhe ty shumë. Të falenderoj pasi edhe pse jeni një person i ngarkuar me shumë punë, juve jeni dhe njohës i komunitetit. Pavarësisht se veten e ndjeni sikur jeni deficitar në komunitet, po në bisedat që kemi bërë bashku, ju jeni një njohës shumë i mirë i komunitetit, dhe komuniteti mendoj se duhet që të jetë pacienti juaj, jo në kuptimin që të suportojë si doktor, por në kuptimin që të fitojnë nga eksperienca dhe nga profesioni juaj që jeni nivelit të lartë. Dhe të falenderoj shumë, me shpresë të shikojmë së bashku, pse jo në fushën e mjekësisë, por dhe në tema të tjera shoqërore të cilat i shërbejnë komunitetit. Shikues nderuar, e falenderoj doktorin Rodin Gjeka, kardiolog i suksesshëm në këtë fushë. Ne emrin tuaj dhe miru pafshim me një të ftuar tjetër në emisionin e radhës Ëndra Amerikane. Faleminderit.